Unë jam Qeshko Matić, edhe unë jam lindur në Kosovë, lindur jam Vërnez, është fshati afër Letnicës. Letnica është komuna e Vitijes. Na jena pi 1919, jena shkun gati krejt pi Kosovës, jena shkun në Kroaci. E tani na jena bo njetë me arë në kam. Jena menu, shumë jena menu, nashta përmi 10 vite jena menu qish me shku, qish kështo, do të me poste edhe koha, edhe parja, edhe logistik, mu bo pelegrinazh pi Voçini. Voçini është një fshat i Kroacijës, ku jena na ma shumë jena ardë qitë kohë lufta atje Kroat i Letnicës, jena ardë atje në Kroaci. E tani atje ka një kish Zoes Bekume, që tash është një kish edhe thiret Bazilika i vogël, Zoes Bekume. Letnica është për neve shumë vendi i amel, vendi ku jena lind, ku jena pakzu, ku jena krizmu. Ketë veç ai pi neve është një 33 vjeqar, ai është veç ka lindur, masane ketë ka bo qëto sena në Kroaci. Na jena nisë me katrin tretin pi Voçini, sebep na kena njetë, sebep edhe kroatisht na potojna hodoqashqe, ama që tash kena kryzhmat, sebep kam mënu krishti për neve, tani edhe na me mënu për me vizitu Zoja Bekume, edhe me bo faleminderit Zoja shka ka rujt neve, shka jena gjallë, shka jena shnash, edhe me lutën për ata shka nuk mund me ecë, nuk mund me po faqa Zoes Bekume Letnicës. Po, na jena taku me shumë njerëzë, me katolik, me musliman, me ortodoks, me ketë janë u knaq me neve, edhe pak janë qudit pse me ardhë në kam, edhe nësa është rruga i vogël, rruga është i largë, na nuk jena bo bash me njej, ama na është për me 1100 kilometra deri Letnica. Une edhe ata tjertë këtë grupa du të me faleminduru ma shumë njerëzve i Tomislavgrad, atje në Bosnia, ka prit shumë mirë, jena knaq, jena besedu, jena hangar, jena pi, gati falas, edhe do ka bo për neve për qemër me bujt, falas, do jena pages, ama pak, ma pak, okej, ama nuk mund me aru qëto Kroat i Letnicës ka super respekt, ka shkru, edhe ka thanë, ju jeni Kroat, ju që tash prezentojni na, edhe boni të fala Zoes Bekumes, lutu për ne edhe për juve. Tha, edhe na lutem edhe me post një
bekim edhe pa lufta. Nashta zoja bekome po ni shkajna lut edhe s'kena luft, s'kena kërqohiq veç me bo mirë, bota e qështu. Ne kemi pas kontakt edhe ma herët me këta. Këta janë kroatë të lindur mbi Letnicë, disa fshatra që janë sa tash mjerisht të braktisur. Këta janë nisë ma herët sa do shtë dita e 29. Dita e 29 që janë nisë, unë i kumprita në kufit të Molit të Zi, kena orë me ta prej kufinit Molit të Zi, për mu është dita e 8 që jetëm. Ka pas shiv, por besoni që nuk na ka pengu, nuk e kena pa dhe pse në të rashi. Këta janë nisë prej Vuqinit. Kysh ka dhe intervistën para meje, është i katë familjes prej nonës dhe prej babës. Shumë fshatra kanë dhonë komunitetit tyne, kanë dhonë donacione, e me donacione tyne janë të hecë, kështu që problemin e parave nuk kanë pas veç apo shkon. Këta janë të bo pelegrinazh që do të përfundon në Letnicë, nga se atje i kanë vorët të parëve që janë të interesuar shumë. Gjatë rrugës janë lutë për paqe, mos të ketë luftë, të janë njerëz të bashkuar, kjo ka qenë motoja tyne. Besoj kjo do t'i shtynë të tjerë të vinë në pelegrinazh këtu. Na me kroatët gjithmonë kena kalu mirë, këta në vitet e 90-a janë qunë për shkak, në vitet e 90-a kanë ikë prej këtu, për shkak presionit të Miloševiqit në atë kohë kanë shku në Kroacia dhe kështu që kanë metit të gjitha ata fshatrat të zbrazta. Për ndryshe kur komuniteti shqiptar me komunitetin kroat s'ka pas asnjëherë problem.